për fesadin e madh të grabitjes së pronës sonë legjitime tek xhamia e madhe. Kjo me të kuqe, ku po ndërtohet edhe është prezantuar një projekt atje, që çuditërisht edhe pa turpsisht pash që dikun ishte prezantuar edhe pa praninë e xhamisë e Bubekër, pra kishin fshirë edhe xhamin nga horizonti. Kaq i madh është fesadi, edhe kaq e madhe është ligësia, dhe kaq garanci ka ehli fesadi në këtë vend, saqë me një lëvizje dorët fshin edhe xhamin më të madh të muslimanëve të Shkodrës. Ore kjo është katrahur, ore kjo është çmenuri, çmenuri kolektive. Shteti duhet ndërhyjë në mënyrë urgjente, sepse kjo po çon njerëzit drejt konflikteve. Kjo prish ekuilibrat fetar, ekuilibrat kombëtar. Kjo çon në anarshi sociale. Por kush është për ky që prezanton një projekt midis Shkodrës edhe fshin nga harta e xhamin më të madhe të muslimanëve të Shkodrës? Çfarë është ky? Edhe në prezantimin e një projekti që gjithsesi unë tërheqi vëmendjen e të gjithëve, çdo projekt që vendoset mi pronë të huaj ka mallkimet e Zotit. Edhe ata që vrapojnë për të ble, ju them kujdes se mallkimi i Zotit ju kap të gjithëve pa përjashtim. Dhe kjo nuk është çështje personale me askënd në botë. Se unë nuk jap llogari askujt në botë dhe nuk kam frikë askënd në botë me thënë të vërtetat e fesë time. Mirë, po kjo është çmenuri më të dashur. Harta është e madhe, vakëfi i rusit, shikoni me të kuqe. Kreta ajo është vak i muslimanëve, përfshin edhe atë godinën ku ka disa familjar, që i kemi fol, i kemi kërku, i kemi të gjitha bashkive të Shkodrës, pa përmend emrat përveçën, deri te kjo periudha e re ku jemi. As një lëvizje. Me sjeti jemi këtu. Shpellari jemi, qa jemi? Dhe pastaj flasim për standarde ndërkombëtare. Çfarë standarde ndërkombëtare? Bota e qytetëruar i ka zgjidhur këto probleme me shekuj. Para se të mërrim ne në këtë pikë ku jemi, me shekuj. Prandaj propagandat nihiliste, edhe propagandat se jemi e si jemi e kemi arrit standarde janë propaganda boshe. Pa u zgjidh problemi i pronave në këtë vend, nuk ka standarde të dashurit e mi, janë krejt propaganda boshe, kushdo qoftë, që i ban ata, i thot ata, unë i pari e poshtë. Nuk ka standarde, kur shkelet e drejta flagrante e të Zotit të pronës. Nuk ka standarde qytetëruse kur njerëzit vriten për një plam tokë, sepse ai që duhet me e qu të drejta në vend, ose bahet pal me shejtanin, ose është ba vet iblis, ose nuk e ka mendin fare se çfarë po bahet, le të bahet nami. Mirë po, mos flasim pasaj për vlera kombëtare, e pa le flasim për fejen e për gjanat e tjera. Vakëfi i xhamisë së Kirasit. E kemi bërë një xhami të madhe, qendrore, të mrekullueshme, por mos mendoni se e kemi mbyllur dosjen e vakfit. Grabitje flagrante, jo vetëm kjo, ka dhe njollat e tjera të vakfeve në zonën e izoteknikës, ato varrezat e sutës e tjera, të gjitha vakfe të grabituna. Vakfi i Perashit, të xhamia Perashit, ato dy njollat më të kuqe, janë tokë vakëf të grabituna pa drejtësisht. Xhamia e Tabakut, 1000 herë kam përshtypjen se kemi komunikuar vetëm me këtë bashkinë aktuale, por me mbendit të tjerë përpara kësaj periudhe, për me hap një rrugë që ndihmon edhe njerëzit e asaj zone për të mritur në shtëpitë e tyre dhe në zonën përreth, tashmë që është mbyllur dhe elhamdulillah vakëfi i xhamisë së Plumit, njerëzit nuk kanë kalojnë, por edhe ne nuk kemi akses për ty në një pronë shumë të madhe që kemi tek xhamia e Tabakut, ku kemi gjurmën historike të xhamisë së vjetër të Tabakut. Është minarja gati sa unë në kam, pra gjurma e saj. Ore ç'a bëhet për këtu? Ç'a bëhet për këtu, subhanallah? Standarde, çfarë standardesh? Pra kjo është një gangren e madhe që shpihet drejt çdo të keqe në këtë vend. Pastaj mos u habitni se ndodhi kjo, ndodhi ajo, ndodhi kjo, ndodhi ajo, prej atyre fenomeneve negative